për kuvendit dhe për qeverinë pak më vonë për shtetësinë. Cili do të jetë pozicioni juaj në këtë legislaturë? Do të jeni kryetar apo kandidat për ministër për komunitetin Ende nuk kemi dëgjuar ende kryeministrin kur e bën në ekspoze. Por sigurisht që dy herë më parë, sikur që kujtoj, funksionin e kandidatit i propozuar për ministrin për komunitetin tim dhe besoj që do të mbetet propozimi i njëjtë kësaj radhe në seancën pas seancës konstitutive. A keni këtë konfirmim apo vetëm prisni nga ajo çfarë ka ndodhur në dy tentativat kur jeni propozuar për ministër? A keni konfirmimin nga zoti Kurti që do të jeni përsëri i propozuar për ministër? Pa, normale që një ministër duhet më shpesh të takohet me kryeministrin, sikur që takojmë ne, kështu që deri në këtë moment këtë shkon sipas. Jeni informuar kush do të jetë kandidat për kryetar dhe a do të votoni? Po. Kush është kandidat për kryetar? Sa e di unë, zonja Haxhiu do të jetë. Për një kryetar të kuvendit kush do të jenë nga minoritetet? Nuk e di. Do të votoni kandidat nga lista serbe? Do të votoj si kandidat kur vjen në pako, sikur që jemi marrë. Do të votoj se jo vetëm unë, por të gjithë anëtarët të. Si shihni që u tërhoqën nga emri juaj? Si tani? U tërhoqën nga emri juaj. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Ja, shikoni, që të kanë edhe unë vetë jam feminist, jam mirë me pikë 20 vjet, dhe normale që organet kompetente në këtë rast gjykata kushtetuese duhet të respektohet dhe unë gjithmonë dhe gjithë të bëjnë një gjë tjetër. Faleminderit shumë.